Sheti I ditës 18 mars. Shën Salvadori nga Horta, shembull I modestisë dhe dashurisë për të varfrit. Fjalët e Marisë në këngën e saj të lavdërimit, ai I lartëson të përvujtët, mund ta përshkruajnë më së miri jetën e Shën Salvadorit nga Horta. Ky vëlla franceskan, I përvuajtur dhe I përkushtuar ndaj Zotit, jetoi në thjeshtësi dhe shërbim të vazhdueshëm ndaj të varfërve dhe të sëmurëve, duke dëshmuar se shenjtëria nuk qëndron në njohuri të mëdha apo në pushtet, por në dashurinë e sinqertë dhe të palodhur për të tjerët. Salvatori lindi në një familje të varfër në Santa Coloma de Farnes të Spanjës, rreth vitit 1520. Prindrit e tij, të cilët shërbenin në një spital për të varfrit, ia mësuan që në fëmijëri vlerën e dëmshurisë dhe të sakrificës. Megjithatë, fëmijëria e tij u shënua nga vështirësitë, pasi ai mbeti jetim në moshë të re. I detyruar të kujdesej për veten dhe për të motrën e tij, ai u shpërngul në Barcelonë, ku mësoi zanatin e këpuctarit dhe punoi për të siguruar jetesën. Por në zemrën e tij ndjente një thirrje më të madhe, një thirrje për t'i shërbyer Zotit në mënyrë të veçantë. Pasi motra e tij u martua, Salvatori ishte I lirë të ndjekë këtë thirrje dhe fillimisht I u bashkua benediktinëve në Montserrat. Megjithatë, vetëm kur takoi franceskanët, kuptoi se kishte gjetur vendin e tij të vërtetë. Për të, thirrja e Zotit ishte të jetonte në varfëri dhe përvujtëri, duke ndjekur shembullin e Shën Franceskut të Asizit. Më 3 maj të vitit 1541, ai u pranua në urdhrin franceskan dhe një vit më vonë I bëri kushtet, betimet e tij të përjetshme. Edhe pse nuk kishte ndonjë rol të artë në bashkësi, ai u bë shembull për të gjithë me jetën e tij të përvujtë dhe për kushtimin e tij ndaj detyrave më të rënda. Pavarësisht se kryente punët më të përullura, si pastrimi I manastirit apo shërbimi në kuzhinë, ai I bënte të gjitha me një frymë të jashtëzakonshme për kushtimi dhe dashurie. Nëpër vite ai u transferua në disa manastire të ndryshme, shpesh duke u përballur me keqkuptime dhe vuajtje. Për shkak të dhuratave të tij të jashtëzakonshme shpirtërore, disa shihnin atë me dyshim, madje e akuzonin se ishte I çuditshëm apo I pushtuar nga forca të mbinatyrshme. Por Salvatori e pranoi këtë me një durim të rrallë dhe me bindjen se çdo provë ishte një mënyrë për t'u afruar më shumë me Zotin. Jeta e tij u karakterizua nga një dashuri e madhe për të varfrit dhe të sëmurët. Ai ishte I njohur për dhuratën e tij të shërimit dhe për përvujtrinë e tij të thellë. Përkundër keqkuptimeve dhe vështirësive, ai vazhdoi të jetonte me një besim të palëkundur dhe një zemër të mbushur me dëmshuri. Së fundmi, u vendos në manastirin e Shën Marisë në Cagliari, në ishullin e Sardenjës, ku më në fund gjeti paqe dhe mirëkuptim. Atje ai ndroi jetë më 18 mars të vitit 1567, duke lënë pas një dëshmi të fuqishme shenjtërie dhe dashurie për Zotin. Një shenjtë që ndriçon shekullin tonë. Pas vdekjes së tij, populli e nderoi si shenjtë dhe fama e tij u përhap me shpejtësi. Mrekullitë e shumta që ndodhen me ndërmjetësimin e tij e quan në shenjtrim. Papa Piu XI e shpalli shenjtë më 17 prill të vitit 1938,
duke e lartësuar kështu jetën e tij të përvuajtur dhe të përkushtuar ndaj Zotit dhe njerëzve në nevojë. Shën Salvatori nga Horta mbetet një shembull i gjallë për ne sot. Në një botë ku shpesh kërkojmë lavdi dhe sukses, ai na mëson se madhështia e vërtet qëndron në thjeshtësinë, në dashurinë për të varfrit dhe në shërbimin pa kushte ndaj të tjerëve. Jeta e tij është një dëshmi se përvujtria dhe besimi i palëkundur në Zotin janë themelet mbi të cilat ndërtohet shenjtëria.